Iniciativa qytetare e femrave Antiko në gjimnazin e Kërqovës organizoi një punëtori me temën njohja dhe mbrojtja nga dhuna në bazë gjinore, ku ndau material promovues dhe edukativ. Në kuadër të fushatës ndërkombëtare 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, Iniciativa qytetare e femrave Antiko në shkollën e mesme Drita të Kërqovës mbajti punëtorinë njohja dhe mbrojtja nga dhuna me bazë gjinore. Mbi objektivat e aktivitetit të fushatës dhe qëllimet e saj, aktivistja Valdete Adili u shpreh. Bashkërisht me nxënësit realizojmë një punëtori për të shënuar ditët e portokallta të njohura ndryshe si 16 ditë aktivizëm që shënojnë luftën kundër pabarazisë gjinore dhe dhunës familjare. Iniciativa e grave Antiko, në bashkëpunim me Civica Mobilitas, ka iniciuar në çdo qytet disa forma për ta shënuar këto ditët e portokallta. Unë kam zgjedhur të jetë në formë ligjërate dhe në formë punëtorie për nxënësit. Kishte varianta mund të ishte tribin, mund të ishte një lloj ligjërate për grup mosha të ndryshme. Unë e pash të arsyeshme në qytetin tonë këtë ligjërata të dëgjojnë gjimnazistët, që të mundemi pastaj gjimnazistët t'ia transmetojnë ligjëratave të tjera. Domethënë sot janë viti 4 këto ishin me mua dhe pastaj të njëjtit nxënës do trajnojnë vitet e dyta brenda këtyre 16 ditëve të aktivizmit. Është një temë shumë e bukur e cila është trajtuar. Janë dhënë statistike, janë dhënë përkufizime, si qëndron Maqedonia në këtë fushën në mënyra se si e lufton të fenomenin e dhunës familjare. Në nxënësve janë prezantuar nene të ndryshme ku është baza ligjore në bazë të çka mund të reagojnë ta paraqesin dhunën familjare. Kemi folur shumë për pjesën individi, domethënë personaliteti i dhunuesit, me çfarë backgroundi, me çfarë problemesh përballet, nga buron dhuna. Njëkohësisht edhe kemi portretizuar ai i cili duron dhunë dhe nuk reagon dot, kush është portreti i atij, se në çfarë mënyre e lejon një diçka e tillë në mënyrë sistematike të ndodhi. Është një kampanjë shumë e bukur që ka për qëllim reduktimin e dhunës nga këto statistika të mëdha marramendse që ka Maqedonia, ku dihet se çdo e dyta grua pëson dhunë psikike, çdo e pesta grua pëson dhunë fizike dhe çdo e 10 pëson dhunë seksuale gjatë jetës së saj. Kështu që shpresoj për një lloj sensibilizimi tek të rinjt, janë një moshë të cilët tani krijojnë lidhje me partnerët e tyre edhe keq kuptojnë se çfarë është dashuria. Keq kuptojnë akoma se kush janë limitet, si mund të sillesh me partnerin tënd të ardhshëm. Me këtë fushat, Antiko jep një kontribut për krijimin e një bote më të sigurt pa prezencë dhune me bazë respektimit të drejtave të njeriut dhe konventave ndërkombëtare.